Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 23, ditë e njëjtë, një ditë që favorizon të guximshmit. Po mirë, si të guximshit, se ka një kuptim kjo. Ka një kuptim për shumë arsye. Por të guximshit sepse Dielli në Luan formon një katërkëndësh me ndikimin e një planeti në dem, një kënd që mund të prek disa plagë të vjetra. Meqense lidhet me vetvlerësimin, sigurinë materiale, dashurinë, krenarin, talentin, paran, ndjesin, se a jemi apo jo të vlerësuar. Kjo do thotë se Dielli në Luan kërkon të shkëlqej, të marrë dashuri, vëmendje dhe respekt. Ndikimi që ka të bëjnë në fakt ky ndikim planetar në dem që prek plagën e vlerës, sigurisë dhe jo vetëm, po sjell ndjeshmëri në marrëdhënie dhe imazhe në mënyrë se si të kërkojmë neve. Ndikojnë më shumë Luanët, Demi, Akrepi dhe Ujorit e 10 ditësh të parë, ose ata që kanë ascendente apo planete personale pranë këtyre shenjave. Për Luanën mund të prek identitetin, nevojën për vëmendje, për Demet vlerësimin, paran, sigurinë dhe jo vetëm. Për Akrepët marrëdhënie në çështjet e besimit, për Ujorit marrëdhëniet, familjen ose një përballje në mënyrë se si shprehen ndjenjat. Kjo nuk është dita që do të themi që çfarë mund të bëjmë, si mund të rregullojmë, por vërtetojmë që njerëzit çfarë duan dhe çfarë duan neve të bëjmë që të realizojmë gjërat ashtu siç na duhet dhe neve e kërkojmë. Në lidhje me ndikimet që kanë të bëjnë tani, është një mundësi që lidhet shumë me kujdesin që ka të bëjnë me karrierën, që mund të ketë ndjesi se nuk vlerësohen mjaftueshëm, por mos reagoni me impulsivitet. Përdorni ditën për të parë çfarë doni dhe si do të realizoni gjërat. Këshilli i ditës është mos kërkoni nga jashtë ato që duhet ta filloni ta ndërtoni nga brenda. Vlera juaj nuk matet nga vëmendja që merrni në një ditë të vështirë, por matet në kohë dhe në vazhdimsi. Tani, para se të fillojmë parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikimin e detajuar, atëherë mund të klikoni në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për të arritur në atë që ju doni dhe kërkoni. Megjithatë, është një mundësi mjaft e mirë, është një mundësi që nuk diskutohet, që stabilizon, rrezaton në gjërat që juve keni, në gjërat që juve dëshironi të stabilizoni ekonominë tuaj, stabilizoni gjërat që juve keni pasur ose një diçka që me vështirësi keni bërë gjërat, por vjen një moment tani, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në shumë drejtime dhe në shumë çështje që lidhet me punën dhe ekonominë, stabilizimin dhe ndryshimin e madh. Çështjet që kanë bëjë, ose disa gjëra që doni, për shembull, në punë në privat kur filloni një punë të re, apo gjithçka kësaj natyre, atëherë keni të gjitha atje dhe mund të dërgoni një email dhe të merrni përgjigje në WhatsApp. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, meqense dashi ka të bëjnë shumë me çështjet ekonomike, me financat, por vallë sa janë të ndikuar tani këtë periudhë. Unë do thosha ndikimi dhe favorizimi, mundësia, sepse ju jeni shumë tolerant, shenjës së dashit, ka një mundësi shumë të mirë tani mbi zhvillimin dhe ndryshimin e punës, të karrierës dhe të mundësive të arta. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshore dhe me gafore të ditës së tretë është perfektja, por dhe një moment mjaft i mirë që është tani, mund të zgjidhni disa probleme të vogla, por është në favorin tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Meqense Demi duket se sado që ka pasur probleme në lidhje me punën e tyre, sado që kanë pasur disa gjëra që nuk janë realizuar duke duhet, por vjen një moment tani që çdo gjë zgjidhet, çdo gjë arrihet në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me disa çështje shumë pozitive, se jeni shumë korrekt me atë çka juve doni të bëni. Jeni shumë korrekt me njerëzit që ju rrethojnë. Dhe kjo bën që juve të jeni mjaft të ndikuar në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, por dhe të ndryshimit madh që vjen drejtosh. Çështje shpirtërore për Demit ka të bëjnë shumë mbasditja, lidhjet me Bricap dhe me peshorët e ditës së tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Me binjakët nuk është se ka probleme ose ka diçka që nuk shkojnë. Nuk është se ka diçka që vërtet mund të flasim shumë mbi punën, mbi karakterin ton, mbi ekonominë ton, por ekonomia është baras me shumë gjëra dhe shumë çështje të rëndësishme.
rivlerësimet dhe mundësitë që kanë bënë binjakët dhe binjakët tani për tani janë në momentin më të mirë të mundshëm ekonomiko-financiar dhe një ndryshim shumë i madh që vjen drejt tyre për sa përket ekonomisë, për sa përket gjërave që ata kërkojnë dhe dëshirojnë. Po çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me peshore, ka diçka shumë të madhe. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, gaforet janë në lidhje me një mundësi shumë të mirë, një takim që vërtet është dhe mbetet një nga takimet më fantastike për ditën e sotme për juve të kësaj shenje, sepse ka të bëjnë edhe me punën, por ka të bëjnë edhe me një marrje vendimi të rëndësishëm, sepse e lidh me ekonominë, e lidh me gjëra të tjera që do të ndikojnë, sepse dita e njëjtë i ka të gjitha mundësitë, i ka gjithë gjërat që duhen për sa përket një nisme të re në anën tuaj në lidhje me një ndryshim ose me një kuptim të jetës së përgjithshme, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë, por megjithatë tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse keni të gjitha mundësitë për ndryshime. Dita e njëjtë është dhe një mundësi plus për sa përket nismave të reja dhe ndryshimet që do të keni në anën tuaj, është një nga momentet e duhura për sa përket nismave të reja ekonomike dhe financa. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me bricap është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për luanët tani e tutje nuk kanë vend për të shqetësuar sepse ja kanë bërë hizmetin gjithë shaje dhe kjo bën që tani të jenë anën tuaj më të mirë të mundshme, një takim i papritur, një kohë e rëndësishme financiare, do të jepet mundësia për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi dhe në stabilizime. Në stabilizime sidomos, kjo është një nga periudhat më të ndikuarat dhe më pozitivet, sepse plotësimi i dëshirës dhe i mundësive të arta e keni juve dhe është një ndryshim mjaft i mirë dhe koha që ka treguar dhe tregon që juve jeni me fat në këtë aspekt, i keni mundësitë e juaja mbi ndryshimin dhe kohëzjatjen ekonomike financiare, megjithatë jeni me shumë fat në këtë drejtim dhe i keni gjitha mundësitë për zgjidhur çështjet problematike. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dem të dhjetëçit të parë dhe me Akrep të dhjetëçit të tretë është një moment mjaft i mirë në anën tuaj. Megjithatë, duket se çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet fal zgjuarsisë dhe maturisë suaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Virgjëreshës. Megjithëse Virgjëresha tani për tani është në kohën e vet dhe në mundësinë më të mirë të mundshme në ekonomi, mbi stabilizimin, mbi ndryshimin, mbi marrjen e vendimeve të rëndësishme, sepse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë dhe me karrierën. Me karrierën, në fakt, juve jeni në lidhje me karrierën, jeni karrierista, do ta thosha, është një mundësi mjaft e mirë sepse zbulimet dhe ndryshimet, mundësitë dhe vazhdimsitë në anën e punës suaj, në lidhje me një pozicion planetar që është mjaft korrekt në anën tuaj, dhe kjo korrektësi do t'ju bëjë që të ndjeni superior mbi takimet dhe mbi bisedimet që do të keni tani e tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar për ekonominë tuaj, për mundësinë tuaj, për gjëra që do të keni në ndikimin më të mirë të mundshëm të ekonomisë dhe të gjërave që do të diktojnë në vazhdimsi. Çështja shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Shigjetar është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Peshores. Për sa përket peshoreve, me kësaj peshore tani për tani, duket se çdo gjë është në anën tuaj, edhe pse juve e prisni një gjë të tillë dhe keni një mundësi shumë të mirë në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme, kohën e dur, në lidhje me një mundësi të artë që do të keni në lidhje me punën tuaj, jeni në kohën më të mirë të mundshme, prandaj bini pas, mos me lini pas dore, sepse është një periudhë ideale dhe perfekte. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore dhe me bricap, është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Akrepëve. Akrepi sundon ligjin. Akrepi mundson shumë gjëra në jetën e përditshme dhe vlerat që ka dhe të drejtën e vet që përfiton. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e dhjetëçit parë, ujor të dhjetëçit tretë është idealja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, meqense shigjetarët janë mjaft të ndikuar në këtë periudhë, ka një mundësi shumë të mirë për sa përket zgjidhjes së problematikës ose
disa gjëra që mund të kenë në fakt për punën, për çështjet aktuale, për momentin e duhur në kohën e duhur dhe shumë gjëra të tjera që do të kenë mundësinë për të arritur qëllimit, sidomos me takime, në bisedime. E bisedime këta kanë gjënë dhe kanë pasur në rastin konkret më të mirë të mundshëm për punën dhe vendime që mund të merrni, por kjo është një periudhë mjaft e mirë dhe është periudhë që vërtet juve i keni të gjitha mundësitë në kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në financa dhe në bizneset e juaja. Por diçka është e sigurt për ato që juve keni dhe përpunimi, ndryshimi, ndikimi, mundësia, periudha të ndryshme që do të keni është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv dhe nuk është rastësi për ato që ka ndodhur, por është vazhdimsi për kohën dhe për ndryshimin që do të keni tani e tutje. Prandaj bini pas disa gjërave, mos mi lini pas dore, sepse kjo periudhë është një nga periudhat më ndikuese dhe më rrezatuese për sa i përket anës ekonomike financiare dhe disa çështje biznesi, do ta thosh unë, sepse shqiptarët dihet se janë mjaft pozitiv dhe mjaft korrekt në anën e tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me ujor, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e bricapëve. Bricapët duket se kanë mundësinë, kanë dhe kohën e duhur për sa përket zgjidhjes dhe çështjeve që mundohen shumë të jenë në anën e tyre. Pozicionimi planeteve i ndihmon jashtëmase për kryerjen e shumë gjërave ekonomike, financiare, biznese dhe karriere. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me luantët dhe diçit parë, me binjakët dhe diçit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e ujorit. Me ujorët duket se tani për tani, sado që gjërat janë në janë favorite për arsye të punës dhe të gjërave të tjera që do të ndikojnë në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me një takim pune që do të keni dhe ky është takimi më favorit në ekonomi dhe stabilizime. Në çështjet që kanë bënë me punën tuaj, me gjërat aktuale, bisedimet, ndryshimet, marrëvendime të rëndësishëm, i keni të gjitha mundësitë dhe është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dem dhe me akrep, duket se ka diçka shumë të rëndësishme, sado që janë të vështira, por janë tepër pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, do të thotë tek shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, meqense peshqit tani për tani janë mjaft të ndërlikuar arsyet e punës së tyre, por meqense peshqit duket se nga njëra anë ndikojnë dhe ndryshojnë shumë gjëra në fushën e karrierës së tyre, ndryshojnë shumë gjëra në punën ekonomike dhe në gjërat e biznesit, sepse biznesi më tepër ka të bëjnë në këtë fushë, është një mundësi shumë e mirë dhe jo vetëm, por çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash, me virgjëresh, me akrep, ka diçka në vetvete, po jo se ka diçka problematike. Në çështjet që kanë të bëjnë me udhëtime së dokumentacione, bashkim familjar, duket se është me shqiptarët dhe liçitet, por është një mundësi shumë e mirë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e tyre. Por gjithsesi, kjo është periudha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar dhe për të arritur qëllimin tuaj. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me një takim 10 ditë që tretë që do bëjnë në lidhje me biznesin, por do të lëvizi nga ose nga qytet tjetër ose nga qytet tjetër, 10 ditë që i tretë e ritheksoj ka të bëjnë shumë për punën aktuale që ka për ne të vjerë pas mos e lër pas dore. E përgjithshmja për peshqve, për shenjën e peshqve është indikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv sepse pikërisht kjo ditë të datës 23 u jep mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt të jetës suaj. Këto ishin pak a shumë për sa përket datës 23 korrik 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar. Kudo ndodhen në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashkrimit të detyruar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretari për të ndihmuar për gjithçka juve dëshironi dhe doni. Duke bler paketën tuaj dhe numër përkatës të blerjes, jeni gati për të dërguar emailin dhe për të marrë përgjigje në WhatsApp. Mirë pulla, të fëmijërat.